Vazhdojmë tani me përgatitjen e brumit të pitullave. Recetën e këtyre pitullave do ta përgatisim me ujë. Për një kujdes, uji duhet që jetë i vakët. Mos e bëni me ujë shumë të nxehtë, sepse do ta prishni majan e bukës, por mos e bëni edhe me ujë të ftoftë, sepse nuk do të aktivizohet maja e bukës aq shpejt. Vazhdojmë tani 400 ml me ujë të vakët, ta shtojmë në një ku do ta formojmë brumin. Te uji vazhdojmë dhe shtojmë sheqer. Sheqer do të përdorim një lugë të mesme. Sheqeri në brum gjithmonë ndihmon majën e bukës që të aktivizohet më shpejt dhe më mirë. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë majën e bukës. Maja buke në total po përdor 7 gram. Një lugë gjelle jo të mbushur plot. Unë po përdor maja buke të thatë në pluhur. Mund të përdorni edhe maja buke të freskët. Nëse zgjedhni që ta përdorni majën e bukës të freskët, do ta dyfishoni masën që do ta përdorni. Pra në total do të shtoni 14 gram. E shtojmë tani edhe majën e bukës brenda tek uji dhe sheqeri. Përzijmë tani mirë derisa të sigurohemi që do të bëhen bashk uji, sheqeri dhe maja e bukës dhe lejojmë të pushojnë vetëm për 2-3 minuta. Tani që ka pushuar dikon për 2-3 minuta maja e bukës dhe po e vrejmë që janë formuar kështu si balona dhe si shkum sipër, vazhdojmë që të shtojmë produktet e tjera. Në brumin e këtyre pitullave do të shtojmë edhe një lugë gjelle uthull. Uthulla do t'i mbajë të buta shumë pitullat. Njëherë vazhdojmë që ta shtojmë edhe kosin. Sasia e kosit që do ta përdorim në këtë recetë është 2 lugë gjelle me kos. Përzijmë edhe një herë tani që edhe kosi të përzihet dhe të bëhet bashk përpara se ta shtojmë mielin. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin dhe mielin gjithmonë e shtojmë me kujdes, pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Dikun do të na duhen 700 deri në 800 gram miell për ta formuar brumin e këtyre pitullave, por gjithmonë e shtoni pak nga pak. Pasi e shtoni një sasi nga mielli, vazhdoni dhe shtoni një lugë të mesme me kryp. Dhe tani vazhdojmë me dorë që ta formojmë brumin. Vazhdojmë një herë kështu, duke e shtypur në këtë mënyrë që mos na mbesin kokrizat e brumit dhe pastaj do ta ngjeshim mirë për disa minuta derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë. Nuk do ta bëjmë shumë të fortë, nuk do ta bëjmë edhe shumë të butë. Pra një brum mesatar. Dhe brumin e pitullave e kemi gati. Kjo është trashësia e brumit për pitulla. Pra një brum mesatarisht, jo shumë të hollë, por mesatarisht të butë në këtë mënyrë, siç po ju demonstroj në video. E kam ngjeshur mirë për disa minuta me miell, derisa kam formuar një brum të tillë. Pra brumi është pak i ngjitur për dore, ashtu duhet që të jetë. Dhe mua në total më dashën 800 gram miell për ta formuar brumin e këtyre pitullave. Tani sipër brumin e mbulojmë me nylon foli dhe lejojmë që në ambient dhume të pushojë dhe të dyfishohet dikun për afërsisht 40 minuta. Pas 40 minutave vazhdojmë dhe punojmë brumin e pitullave. Tani që brumi ka pushuar mirë dhe është aktivizuar, në një tepsi shtroni vaj, po ashtu edhe duart bëni me vaj, që të mund të ndani brumin më lehtë në kuleç më të vegjël. Dhe shumë lehtë i kaloni kështu në duar, t'ju dhe një formë rrumbullake dhe i renditni në një tepsi. Pra është shumë e lehtë, sepse brumi tani që ka pushuar është zbutur më shumë, prandaj i bëjmë duart me vaj, mos i bëni edhe shumë të mëdha kuleçt, kaq mjaftojnë. Rrotulloj lehtë në duar dhe renditi tek tepsia me vaj. Pasi i japim formë të gjitha pitullave, tani vazhdojmë që në zjarr ta vendosim vajin që të na nxehet mirë. Vaj do të përdorim dikon 400 ml, edhe pse këto pitulla nuk thithin vaj, kanë nevojë për vaj që të fërkohen mirë. Presim derisa vaji na nxehet mirë. Ne që vaji është nxehur mirë, marrim nga një pitull në dorë dhe vazhdojmë lehtë që ta hapim.
Shpërtojmë me një herë të vaji i nxehtë. Filloni nga skajet. Pasi skuqen mirë nga të dy anët, i largojmë me kujdes dhe vazhdojmë në njëjtën mënyrë i fërgojmë gjitha petullat. Kështu, dal nga dal, vazhdojmë dhe i fërgojmë gjitha. Gati jam në fund dhe tani në fund brumi ka lshuar më shumë. Petullat bëhen pak më të mëdha. E të dashur miq, petullat i kemi gati. Nuk kam mbetur asgjë tjetër, veç se të vazhdojmë dhe të shijojmë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i gatuani për familjen e juaj dhe do t'i shijoni për një mëngjes, drekë apo darkë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.